Sepse nëse pasesë në qofë ajo mund diçka tjetër. Sipas mendimit tim është vetëm morale tek këtë rast tek ky rast. Në qofë se ne i referojmë sistemit. Pra përgjegjësia thua është vetëm morale. E prindërve po. Nuk është çështja, Përgjegjësia e prindërve. Përgjegjësinë ligjore. Po në momentin që kam të bëj me një neglizhim, prindi duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe informuar që në rastet të Si duhet jetë po, ligjërisht si duhet jetë. Ne po flasim se si duhet. Ligjërisht. A ka pasojë më të madhe nëse ty të hiqet kujdestaria apo përgjegjësia prindërore ndaj fëmijës tan? Po ai hiqet apo jo ligjërisht Arta? Ligjërisht deri në moshën ligjes neni 124 i Kodit Penal specifikon për të mitur deri në moshën 16 vjeçare. Atëre VKM 578, që është udhërrëfyesi i të gjithë pastaj kalojmë tek Kodi i familjes që specifikisht neni 223 shprehimisht nuk është hiqja e përgjegjësisë. Nuk kemi para rastit. Nuk po të them që është masa që mund të merret. Ti hiqet sepse po atëre talenti rrezikohet një fëmijë. Çfarë po i ofron atij fëmijë, po ja heqet përgjegjësi edhe pak atë interes që ka po ja heqe edhe ato kujt fjalën e gjyshës. Nëse ne kemi një fëmijë në situatë rrugë dhe po shfrytëzohet ekonomikisht dhe prindi. Po mirë, ka një pyetje.